Dashi. Sot mund të ndjeni sikur po përballeni me një labirint emocionesh, por ndjesia e ngrohtësisë së familjes do t'ju ndihmojë të gjeni rrugën. Në çështje të zemrës, një bisedë dhe thellë mund të hap horizonte të reja për ju dhe partnerin tuaj. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndesë shkëndijën e interesit. Në punë, ruani fokusin dhe mos u largoni nga qëllimet tuaja pavarësisht sfidave të vogla. Financat kërkojnë një qasje më të kujdesshme, shmangni shpenzimet impulsive që mund të dëmtojnë bilancin tuaj. Lërini hapësirë intuicionit tuaj dhe dëgjoni zërin e brendshëm. Gjithashtu, bëni kohë për të çlodhur dhe për të shijuar momente të thjeshta që ju furnizojnë me optimizëm dhe energji. Demi. Në këtë ditë, ndjeni një ndjesi të thellë paqeje dhe harmonike që ju përshkon shpirtin. Zemra juaj kërkon të ndaj dashuri dhe mirënjohje me ata që doni. Shfrytëzoni këtë mundësi për t'u afruar me partnerin ose për t'u angazhuar në biseda të sinqerta me miq. Në punë, idetë e freskëta ju ndihmojnë të dalloheni, por mos harroni të punoni me durinë dhe përkushtim. Financat duken të qëndrueshme, por keni kujdes me shpenzimet e tepërta për gjëra të panevojshme. Ndërkohë, dëgjoni trupin tuaj dhe mos e teproni me angazhime të reja. Një moment relaksimi në mbrëmje, si një libër i mirë ose një muzikë e qetë, do t'ju ndihmojë të përqendroheni dhe rivitalizoni energjitë tuaja. Binjakët. Ky është një moment i bukur për të reflektuar mbi vitin që po mbyllet dhe për të bërë plane të reja. Në sferën e dashurisë, një bisedë e sinqertë mund të sjellë një afrim të ri me partnerin ose dikë që të intereson. Kujdes me financat, shmang shpenzimet e panevojshme dhe bëj një planifikim të kujdesshëm për muajt e ardhshëm. Në punë, një ide kreative mund të sjellë vëmendjen që meriton, ndaj mos hezito ta ndash me të tjerët. Sot, energjia juaj është e lartë dhe e gëzueshme, duke të frymëzuar për të bërë gjëra që të sjellin kënaqësi. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të qetësojë mendjen. Dëgjoje zemrën dhe ndiq intuitën. Daforia. Sot do të ndjeni një lidhje të veçantë me ndjenjat tuaja, duke ju ndihmuar të zbuloni thellësitë e zemrës suaj. Komunikimi i hapur me partnerin do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënies, ndaj mos hezitoni të ndani atë që ndjeni. Në punë, është momenti ideal për të treguar aftësinë tuaj organizative dhe për të përfunduar detyra të rëndësishme. Përqendrimi dhe përkushtimi do të shpërblehen më vonë. Financat janë në gjendje stabile, por është mirë të shmangni shpenzimet e tepërta dhe të mendoni për kursime afatgjata. Energji pozitive do t'ju mbush me optimizëm, duke ju ndihmuar të kaloni çdo sfidë me qetësi e vendosmëri. Mos harroni të merrni pak kohë për veten dhe të reflektoni mbi atë që keni arritur deri tani. Luani. Sot zgjohu me energjinë e një mëngjesi të freskët që të fton për aventura të reja. Në dashuri, komunikimi do të jetë çelësi, dëgjoj me kujdes dhe shpreh ndjenjat me sinqeritet. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë, duke tërhequr vëmendjen e atyre që mund të jenë në pozita vendimmarrëse. Është koha për të marrë në konsiderat propozime të reja që mund të të çojnë drejt horizonteve të tjera. Financat kërkojnë pak kujdes, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme. Mos harro të ndjekësh intuitën tënde kur vjen puna për vendime financiare. Përqafimi i natyrës dhe një shëtitje e gjatë do të të ndihmojnë të gjesh qetësinë e brendshme. Lejo vetes të ëndërrosh, por gjithmonë me këmbët në tokë. Kjo ditë ka potencialin të jetë e jashtëzakonshme. Virgjëresha. Sot krijimtaria juaj do të ndriçojë si yjet në një qiell të kthjellët. Në punë, mos keni frikë të mendoni jashtë kutisë, pasi kjo qasje do të sjellë rezultate të shkëlqyera. Në çështjet e zemrës, një bisedë e sinqertë mund të ndikojë pozitivisht në marrëdhënien tuaj, nuk është koha për të mbajtur sekrete. Financat tuaja kërkojnë një vëmendje të kujdesshme, bëni një rishikim të shpenzimeve të muajit dhe tregoni kujdes në vendimet e mëdha. Për sa i përket ndjesive, ndjeni një ndriçim të brendshëm që ju shtyn të kërkoni harmoni. Kështu, ndoshta një mbrëmje e qetë me libra ose muzikë do të jetë balsam për shpirtin. Mos harroni se çdo hap i vogël i sotëm ju afron më pranë synimeve të mëdha. Dashuria. Dashuria juaj për harmoninë do të ndriçojë sot marrëdhëniet tuaja. Rrethohuni me energji pozitive dhe shprehini ndjenjat tuaj sa më hapur. Në punë, një mundësi që nuk e keni pritur mund të shfaqet. Mos hezitoni ta përqafoni, por sigurohuni që të peshoni mirë avantazhet dhe disavantazhet përpara se të merrni vendimin përfundimtar. Financat tuaja kërkojnë vëmendje. Është koha për të riparë buxhetin tuaj dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme për të arritur stabilitetin që dëshironi. Ndjenjat e brendshme do të jenë të pasura dhe të thella, duke ju ndihmuar të kaloni një fazë reflektimi të vlefshme. Gjeni kohë për veten tuaj dhe për të rigjetur atë që ju sjell më shumë lumturi. Kujdesuni për shëndetin emocional dhe mos harroni se balanca është çelësi. Akrepi.
Sot hapni krahët ndaj emocioneve të reja që vijnë si një erë e freskët nga veriu. Në dashuri, një bisedë dhe thjesht mund të shndërrohet në një moment magjik që do të ndriçojë zemrën tuaj. Në punë do të ndiheni të motivuar për të përfunduar një projekt që keni shtyrë për ca kohë. Energjia planetare mbështet kreativitetin tuaj, duke ju dhënë mundësinë të shkëlqeni. Financat duket se janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet impulsive që mund të dëmtojnë buxhetin tuaj. Ndërkohë, mbani mend të bëni një pushim të shkurtër për të rigjetur balancën e brendshme. Ndjesitë tuaja sot janë të thella, ndaj kënaquni me meditime të qeta dhe momente vetmie që ju rimbushin me energji. Shigjetari. Në këtë ditë të fundvitit, universi të dërgon energji plot ngrohtësi dhe optimizëm. Në dashuri, hap zemrën ndaj dialogut të sinqertë dhe mos i mbaj ndjenjat për vete. Partneri mund të ketë nevojë të dëgjojë fjalët tua të ëmbla, prandaj ndaje ndjenjat. Në punë, shfaqet mundësia për të çuar përpara idetë që ke mbajtur në heshtje, mos hezito të ndash vizionet tua. Financat mund të kërkojnë një rishikim të vogël, ndoshta një planifikim i ri do të të japë më shumë qetësi. Për ndjenjat e përgjithshme, gjej një moment për reflektim dhe mbushje shpirtërore. Një shëtitje e qetë në natyrë mund të ofrojë frymëzim dhe qetësi. Kjo ditë mban premtimin e një fillimi të ri dhe të mbush me shpresë për ditët që do të vinë. Britsjapi. Sot qielli ju fton të ndaloni një moment dhe të reflektoni mbi sukseset tuaja të fundit. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur dhe është koha e duhur për të treguar aftësitë tuaja. Mos keni frikë të pranoni sfida, por mbajeni qetësinë tuaj karakteristike. Në dashuri, ndjesitë do të jenë të thella dhe të qëndrueshme. Kushtojini vëmendje detajeve të vogla që e bëjnë marrëdhënien tuaj të veçantë. Financat tuaja kërkojnë një vështrim më të kujdesshëm. Bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Në përgjithësi, energjia juaj do të jetë harmonike dhe e balancuar. Shijoni momentet e vogla të lumturisë dhe mos harroni të kujdeseni për veten me dashamirësi dhe ndjeshmëri. Koha është e hartë. Ujori. Dita e sotme sjell një frymë të re dhe të ndritshme për ju. Ndjeni një energji të veçantë që ju nxit të jeni më krijues. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të ndihmojë në forcimin e lidhjes emocionale. Nëse jeni beqar, mund të ndjeni një tërheqje të papritur ndaj dikujt të veçantë. Në punë, keni kujdes të mos shpërqendroheni nga detyrat e shumta. Përqendrohuni në përfundimin e projekteve të rëndësishme. Sa i përket financave, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për të ardhmen. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke bërë meditacion ose një shëtitje në natyrë. Lërini ëndrat tuaja të udhëheqin zemrën dhe mërgimet e vogla do të zhduken si mjegulla. Kujtohuni që çdo ditë e re sjell mundësi të pafundme. Peshqit. Dita e sotme do të ndriçohet nga energji të buta dhe harmonike. Në dashuri, momentet e ndara me partnerin do të jenë të ndjera dhe do të forcojnë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, shpirti yt do të ndjejë një thirrje për të eksploruar horizonte të reja romantike. Në punë mund të përballesh me disa detyra sfiduese, por qetësia dhe kreativiteti yt do të jenë aleatët më të mirë. Mbaj një qëndrim optimist dhe bashkëpunues me kolegët. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e tepruara për gjëra të parëndësishme. Përqendrohu në ruajtjen e kursimeve për të ardhmen. Pavarësisht sfidave, energjia e brendshme do të ndriçojë rrugën e çdo veprimi sot, duke të dhënë forcë dhe qetësi shpirtërore.